Arrëzoi revizionin në Ministrinë e Ekonomisë tezën e prokurisë për disa nga të akuzuarit për zjarrin në diskotekën Puls në Koçan, i cili bazohet në mosveprim. Inspektorët kanë konstatuar se ligji për aktivitetin hotelier nuk parashikon detyrim për mbikëqyrje të detyrueshme gjatë dhënies së licencave për objekte hotelerike, as nuk kërkohet në një dëshmi, por licenca jepet bazuar mbi dokumentacionin e paraqitur. Ligji nuk parashikon kontroll të detyrueshëm të përmbushjes së kushteve minimale teknike, sanitare, shëndetësore kundër zjarrit dhe mjedisore para dhënies së vendimeve për kategorizim dhe licencave për funksionimin e objekteve hotelerike, as mekanizëm për verifikimin e fillimit të punës. Vetë ligji për aktivitetin hotelier nuk përcakton mënyrën e vërtetimit të përmbushjes së këtyre kushteve, as nuk kërkohet provë gjatë dorëzimit të kërkesës për kategorizim ose dhënien e licencave për objekte hotelierike. Kategorizimi i objekteve hotelerike, si dhe rinovimi i vlefshmërisë së vendimeve për kategorizim dhe licencave bëhet pas dorëzimit të kërkesës, pa informim dhe procedura të detyrueshme ndërinstitucionale që krijon rrezik për funksionimin pa plotësimin e kushteve ose pa dokumente të vlefshme, përfundoi nga enti i revizionit. Kërkesa e dorëzuar te Inspektorati Shtetëror i Tregut përdoret si provë gjatë dorëzimit të kërkesës për kategorizim të objekteve hotelierike, si dhe për dhënien e licencave, dhënien e vendimeve për kategorizim dhe licencave për funksionimin e objekteve hotelierike bazuar mbi certifikat të dorëzuar, pa që të jetë përcaktuar detyrimi ligjor për kontroll të detyrueshëm të përmbushjes së kushteve minimale teknike para dhënies së vendimit për kategorizim ose licencës, krijon rrezik për ushtrimin e aktivitetit hotelier nga persona që nuk plotësojnë kushtet e përcaktuara. Enti shtetëror i revizionit me revidimin e punës në Ministrinë e Ekonomisë ka konfirmuar se ligji nuk kishte parashikuar mbikëqyrje të detyrueshme gjatë dhënies së licencave për objekte hotelerike nga ministria. Megjithatë, prokuroria ka ngritur akt akuzë në rastin Puls ndaj ish-ministrave dhe ish-punonjësve të kësaj ministrie, pikërisht mbi mosveprim, i cili sipas revizionit nuk kishte detyrim ligjor. Rekomandimi i revizionit është që të bëhet harmonizimi dhe saktësimi i dispozitave ligjore për të vendosur një mekanizëm efikas për dhënien dhe mbikëqyrjen e kategorizimit dhe licencave të dhëna për aktivitet hotelier.